Me ftesë të veçantë të presidentit të shkollës Perla, Petrit Golemaj, këtë të martë të 10 shkurtit, në këtë institucion arsimor mbriti nga Tirana, një prej figurave më të shquara kombëtare, publicisti, shkrimtari, njeriu i kulturës Uran Butka, për të folur për botimin Musine Kokalari, një yllësi. Në këtë aktivitet u vendos theksi tek jeta, veprimtaria dhe vepra e Musine Kokalarit, një studim shkencor, historik dhe letrar, të pranishëm në aktivitetet e familjar të Musine Kokalarit, si dhe shumë zënës të shkollës Perla. Studiuesi i njohur profesor doktor Bardosh Gaçe tha se libri është i gjerë, kompleks dhe me mesazhe të qarta, të cilat janë të vlefshme dhe për ditët e sotme. Kemi ndorë Musine Kokalari një yllësi, përgatitur me dashuri e përkushtim nga studiuesi talentuar Uran Butka, është i gjerë, kompleks dhe me mesazhe të qarta për shoqërinë e sotme demokratike. Duke shfetuar këtë libër, vjetre se autori ka shfrytzuar me mjeshtri kujtimet, ditar, shënimet e vetë Musines, tregimet dhe prallët e saj, mbi të gjitha, procesin krijues dhe vetdijen e shkrimtarës. Pas botimit të Eglantina Mandis në titullin Sonata e Hënës, apo studimet e Robert Elsies, Musine Kokalari në historinë e si shqiptare, vepra letrare të saj, apo muza shqiptare në La Sapienza të Mario Geraçit, hulumtimi dhe zbulimi dhe zbërthimi i Uran Butkës është elitar dhe me disa shtresa shumëgjyrëse. Përshëndetën këtë aktivitet edhe mësues të shkollës Perla. Nxënësit tanë janë të ndikuar thellësisht nga mënyra se si ju e trajtoni artin shqiptar, nga përkushtimi juaj ndaj fjalës së shkruar dhe nga qëndrimi juaj si mbrojtës i vlerave letrare. Kjo na ka nxitur të marrim shkas nga përvoja juaj për ta kthyer leximin në dialog dhe librin në përjetim. Libri juaj u prit me dashuri dhe kujdes të veçantë nga nxënësit tanë. Takimi sot përbën një mundësi të rrallë për t'i afruar të rinjt me letërsinë e gjallë, me autorin dhe me procesin krijues. Shkrimtari, publicisti dhe intelektuali Uran Butka tha se vepra dhe jeta e Musine Kokalarit duhet të bëhet pjesë e formimit të rinjve, ndaj tha se është në shkollën Perla këtë të martë, teksa falenderoi dhe presidentin Petrit Golemaj. Kam kënaqësinë e madhe që sot në përvjetorin e ditëlindjes së Musines Kokalarit jam në Vlorë, jam pikërisht në shkollën tuaj, e cila ka një emër të mirë jo vetëm në Vlorë, po edhe në tërë Shqipërinë, e udhëhequr nga presidenti pronari Petrit Golemi, të cilin e falenderoj për ftesën, kontributin në fushën e arsimit dhe në fushët e tjera të demokracisë, po dhe për faktin që erdhi në Tiranë dhe bleu 50 libra për juve, i shikoj që i keni në përduar, në mënyrë që veprat e çmuara, sidomos vepra dhe jeta e Musines, të bëhet pjesë e juaja, e formimit tuaj, të nxjini mësime nga kjo heroin, jo vetëm e shoqërisë shqiptare, po e njohur dhe në botë, dhe natyrisht të mundoheni të keni një fat shumë më të mirë se sa fati saj tragjik. Një që përveç se është përvjetori Musines, është e rëndësishme për mua që ajo ishte një moshë të re si ju, prandaj kemi ardhur këtu që të inkurajojmë edhe punën tuaj, studimin tuaj të suksesshëm, po edhe që të bëheni të afta për jetën, të bëheni të afta si Musineja, në mënyrë që t'i shërbeni vetes tuaj, po edhe vendit tonë. Ajo jo vetëm ishte shkriptare e parë shqiptare, po më vonë pastaj edhe një politikane e Shqipërisë në kohën e luftës dytë botërore, kur Shqipëria u fut në luftë, sidomos jo vetëm në luftë me pushtuesin fashist dhe nazist, po edhe në luftën e brendshme, luftën civile që ndodhi midis të majtëve dhe të djathtëve, midis Partisë Komuniste Shqiptare dhe nacionalizmit shqiptar, nacionalizmi dhe patriotizmi të Vlorës që ishte qendra më e rëndësishme e nacionalizmit shqiptar, e kombëtarizmit shqiptar me figura të shquara. Ajo në këtë luftë pati meritën e madhe që të themelojë një partinë social-demokrate si një rrugë e mesme
e lirisë dhe pavarësisë së Shqipërisë, si një rrugë paqësore për një shtet ligjor, për barazi, për të gjithë shqiptarët e tjera dhe në mënyrë të veçantë për femrën shqiptare, për vajzën shqiptare që në atë kohë ishte e robëruar. Presidenti i Shkollës Jo Publike Perla, Petrit Golemaj, priti në zyrën e tij edhe niprit e Musine Kokalarit. Ai u shpreh lumtur që ishte mes tyre, duke vlerësuar kështu edhe figurën e saj. Njerë u faleminderit që keni ardhur. Sot është ditë e shënuar që Musine Kokalari ka lindur në vitin 1917 në datën 10 shkurt. Dhe ne sot i festojmë datëlinjen zonjës me Musine, pas një kalvari ka mbaruar shkollën në vitin në La Sapienza dhe e dyta ka qenë sekretare e Partisë Socialiste Social-Demokrate në atë kohë, me Skënder Muqon kryetar bashkë. Është e vetmja që ka bërë disa libra të asaj kohe dhe ka shkruar në atë kohë. E dyta, sot kanë ardhur dhe niprit e tyre, të familjes Kokalari, që i kam 3 veta prezent, zoti Lega Skëndoj që është pedagog, edhe Pullumi shoku im i fëminisë e gjitha me radhë. Unë këtyre familjarëve sot që ju duhet të njihni, zotria Kokalari ka qenë ambasador në Suedi dhe e dyta ka një gjë shumë të bukur që ne sot të kemi, çopa e tia është ambasadore në Komitetin Evropian, është e vetmja shqiptare, por deputete. E dyta, edhe zotria Kokalari tjetër, që është, edhe ky ka qenë disa shtetet e Evropës dhe të botës, ka qenë në Amerikë, ka qenë deri në Suedi, që janë shkëmbytur me njëri tjetrin, dhe pastaj ka përfunduar në Singapur, mos gabojmë, përveç kësaj, unë nuk mendoj, dhe Malajzi. Është kënaqësi ti kesh, sot do të ketë një gjë të bukur, rreth 40 zonës kanë blerë dhe librat, se këtu është qëllimi, se nuk është i blia unë gjitha librat, që i urojmë suksese familjarëve të tyre dhe që mbahet mend edhe ne jemi gjithmonë mbështetës, se jemi detyruar që të merremi me brezneritë, edukojmë brezneri që të shikojnë edhe të kaluarën, jo vetëm e tashmen. Nipi Musine Kokalarit Bardyr Kokalari falenderoi presidentin e shkollës Perla Petrit Golemaj, ndërsa e vendosi theksin tek mesazhi që duhet u përcjellet të rinjve. Unë jam shumë i gëzuar si nipi Musine Kokalarit që ti jem sot në këtë shkollë të mesme Jo Publike Perla, sepse mendoj që gjëja më e rëndësishme për ne, për kombin tonë është të rinjt shqiptar. Dhe të vish të paraqesësh, domethënë promovosh librin e shkruar nga zoti Uran Butka për Musine Kokalari, njëllësi është me shumë rëndësi që ti tregojmë dhe besit të ri që në Shqipëri jo vetëm burrat, po dhe gratë kanë qenë, si thosh, janë marrë me politikë, janë marrë me letërsi dhe po vlerësohen sot dhe po vënë në vendin e dur, dhe ky është një nder i madh dhe interesi që është nga ana e Golemi që është drejtuesi i kësaj shkolle dhe që shikoj që ka një aktivitet shumë të madh. Sot i Golemi, domethënë, me aq dashuri ka folur dhe për Musinen edhe për aktivitetin e saj. Ky është një nder për ne, por prapë si them, më e rëndësishme është që t'i tregojmë brezit të ri që Shqipëria ka pasur njerëz me vlera qoftë në politikë, qoftë edhe në letërsi. Shkrimtarja, intelektualja, politikania dhe martirja Musine Kokalari është një nga vajzat dhe gratë e këtij vendi, që vjon të frymëzoj liri me fitoret e saj modeste, shkruar në revoltën e papranueshme nga një sistem totalitar.